Unë jam Kristiani dhe vin nga YP Albania, unë e FPA-ja si dhe ACPD-ja. Unë nuk të zgjatëm, pyetja ime, po da drejtoj direkt, është në qoftë se ju folët ama përpara për bordin e rinor këshillimor të Tiranës. Unë doja të dija si është menduar krijimi i këtij bordi këshillimor të Tiranës. Sa i aksesueshëm do të jetë, cilat do të jenë kriteret e përzgjedhjes së këtij bordi, si dhe ku mund të merret informacioni i duhur, transparent, si dhe ky informacion të jetë sa më publik. Problem tjetër ka qenë çështja e bordit të rinisë, që përmendi Kristiani. Bordi i rinisë është një strukturë e cila disa antarë do t'i ketë të fiksuar, pra kemi vënë si rregull që do të jenë të gjithë presidentët e gjimnazeve. Fakti që dikush është zgjedhur dhe ka marrë një lloj bekimi në një strukturë demokratike si Senati apo strukturat që zgjedhin gjimnaz, do të thotë që ka legitimiteti ta përfaqësojë shkollën e vet dhe pastaj e njëjta gjë për ata të universitetit, dhe pastaj ajo që kemi kërkuar dhe Agjencisë së Mbrojtjes së Shoqërisë Civile, po edhe ju këtu bashkë mund bisedoni me Lartin, për të zgjedhur që ato vende që janë për organizata shoqërisë civile mund të bëjmë dhe me rotacion. Një gjë është e sigurt, sigurisht jam i sigurt që mund të ketë 2000 veta që duan të vinë, po siç e pat këtu është zënë çdo karrikë, kështu që 50 vende kemi. Por ajo që mund të bëjmë është që organizatat mund ta bëjmë me rotacion, sipas temës. Pra nëse tema që diskutohet në atë mbledhje të Këshillit të Rinisë Bashkisë ka të bëjë me mjedisin, mund t'japim ato vende të alokuara për organizata mjedisore. Nëse ka të bëjë me grupet e marginalizuara, mund t'japim më shumë fokus atyre që punojnë në zonën rurale, komunitetin rom dhe egjiptian. Kështu që dhe këtu mund të kemi një frymë demokratike. Në të gjitha rastet, si dhe sot, siç bëjmë Këshillin Bashkiak rregullisht, mbledhjet janë live. Ne shumë shpejt do të kemi një aplikacion të bashkisë që quhet Tirana Ime. Është një aplikacion fantastik ku secili do të ketë mundësi që ky është një version test, pra askush mund ta downloadoj edhe për pak ditë sa të bëjmë provat e fundit, ku secili do të ketë mundësi që të japi feedback bashkisë, do të ketë mundësi që të raportojë ku ka ndotje, mjet me transportin publik, do të ketë mundësi që të shikojë kamera live të trafikut në Tiranë për të parë ku ka më shumë trafik. Kështu që është një mënyrë se si ne krijojmë një qytet transparent. Pra ky është Unaza Bulevari Zogu i parë, që nga më mirë të shëngjes si shtanë. Do hapeshin minimalisht 2 qendra në zonat periferike dhe kjo është kërkesa që bëjmë ne sot. Gjithashtu kërkojmë vendosjen e të planeve në lidhje me agjendat e këtyre qendrave rinore, në mënyrë që të rinjtë të jenë sa më ndjeni, si dhe të ofrojnë lehtësira dhe ndihma teknike për minoritetet dhe për njerëzit, domethënë me aftësi të kufizuar. Qendra e në rrugën Myslimshyri, ish kinemaja, është që nga sot një ambient i hapur për rinin, ashtu siç është qendra rinore, që gjatë kohës që shërbeva si ministër i rinisë, prap në debat edhe në konflikt me këtë bashki, e kthyem nga një strip club në një qendër rinore që sot është falas dhe që sot secili, jam i sigurt që disa prej jush në Tundja Kokës kuptoj që keni qenë në qendër rinore, dhe secili mund ta rezervojë orarin e vet për aktivitetin e vet pa kosto. Kështu që më vjen mirë që qendra ten është sërish në funksion të publikut, edhe kemi 2 plane tjera. Spari ka të bëjë me qendrën në Laprak, kemi një kineman në Laprak që duam ta vëmë në dispozicion si qendër rinore. Kemi edhe një qendër tjetër në kombinat, pra pikërisht për që në zona jashtë periferisë ku ne po synojmë të kemi qendër rinore. Jemi duke parë ambiente të tjera edhe në zonat e fshatit, edhe në Petrel, në Kashar, sidomos dje ishim në Kashar për buxhetin, po shkojmë disa hapësira të tjera, jo vetëm për një shkollë, por edhe për një qendër rinore. Dhe ky do të jetë trendi që duam të vazhdojmë. Megjithatë, unë besoj që bashkia mund të bëjë mirë 2, 3, 4, 5 qendra rinore, besoj që për shumë tjera do duhet ti në një farë mënyrë ti nën kontraktoj si shërbime tek organizata rinore që duke ju dhënë një grant mund të menaxhojnë një qendër rinore në kino studio, mund të menaxhojnë një qendër rinore në kombinat, mund të menaxhojnë një qendër rinore në fark, sepse besoj që nuk duhet frym administratën e bashkisë, ku këtë farë mirë mund ta bëjë një nga organizatat që tashmë është aktive në këtë komunitet. A ka edhe cilat janë strategjisë e Bashkisë së Tiranës për partneritet dhe bashkëpunim me bizneset për nxitjen e sipërmarrjes rinore? Për çështjet të partneritetit me bizneset, ne kemi filluar disa
iniciativa. Spari kemi dhënë si bashki $1 milion në një fond bashkë me qeverinë amerikane, me fondin shqiptar amerikan, me qeverinë e Norvegjisë dhe me Crimson Fund Global, $1 milion për bizneset të rritë dhe për të financuar sipërmarrjet rinore. Momentalisht janë duke u përgatitur platforma dhe sistemet e aplikimit dhe ne do fillojmë të disbursojmë nga viti tjetër. Pra sapo kemi krijuar këtë përtham. Jemi bërë partner në disa iniciativa që inkurajojnë startup-et dhe duam shumë që të identifikojmë disa vende në Tiranë që mund të shërbejnë si inkubator biznesi. Inkubator biznesi duket fjalë e madhe, një plotë që do bëj vezë të arta, nuk është kështu. Bëhet fjalë për disa hapësira ku interneti është falas, ku qeraja është falas, ku ka energjinë elektrike dhe ujë, dhe kur për një periudhë 6 mujore, maksimumi 1 vit, një ide biznesi, pra një mini zyrë e atyre që duan ta kryejnë këtë biznes dhe janë të rinj, mund të përdoret pa kosto, me shpresën që ky biznes pastaj ecën vetë dhe mund të shkojë në një vend më të mirë qytet, marrë një hapësirë më të mirë dhe të mbulojë vetë këto kosto. Kështu që jemi duke parë në asetet e bashkisë disa hapësira të tilla. Ju përmendët në fillim pjesën e kartës rinore dhe të nxënësit dhe të studentëve. Atëherë pyetemi qëndron që a ka një ndryshim midis këtyre dy kartave të bashkisë dhe të ministrisë që janë planifikuar për të bërë? Ne kemi pasur një sistem dramatik dhe kemi ende në fakt. Sa herë që hapet kjo temë, sidomos për tema e transportit publik. Autobusat në Tiranë kemi në një situatë skandaloze. Kjo është arsye pse po punojmë ditë-natë që ne deri në fund vitit kemi një plan të ri të transportit publik dhe të kemi një ngulim më të madh të territorit. Mos kemi një diferencë kaq të madhe në bileta Baldushkut 1500 lekë, bileta Tiranës 300 lekë, një nonsens. Dhe kemi një kakofoni në mënyrën se si menaxhohet qyteti, ku çdo gjë vjen nga Kali Skënderbeu, rrotullohet aty, hidh njerëz, bashkë me njerëzit dhe hidhen mbeturinat, një kaos i organizuar me dorë të shtetit, edhe bashkisë që ka pas ato plan. Po ndryshojmë plan. Sigurisht që padurimi i njerëzve është ajo që ndodhet dje, po sigurisht që duhet bëjmë vendime të pjekura, kështu që jemi duke bërë disa testime të fluksit trafikut. Pse po të lodh me këtë? Sepse një pjesë e madhe e njerëzve që impaktohen janë studentët dhe nxënësit që përdorin transportin publik. Që deri më sot skenat ku shqyhen nëpër kioska abonesh janë të denja për një vend të dorës tretë, jo për një vend që aspiron në Bashkimin Evropian. Kështu që emergjenca jonë për të ecur shumë më shpejt me kartën e qytetit, se sa mund të eci qeveria qendrore me kartën rinore të përgjithshme, ose sa mund të ecin bashkitë tjera me kartat e tyre të qytetit, sigurisht që Tirana është më e lartë. Edhe ne në Tirana pëlqen të jemi inovator, pra ti kemi neri si të parë, siç po bëjmë sot me parkimin publik, siç po bëjmë thash me aplikacionin për Tiranën, dhe me shpresë të ngrejmë një standard që e kopjojnë dhe qytetet e tjera. Kështu që njëjtën gjë do të bëjmë dhe për kartën. Mbajmë gjatë kohës që si ministër filluam punën për kartën, jam i bindur që Ministri i ri i Mirëqenies Sociale, Ministri i Arsimit, Ministri i Transportit janë duke u koordinuar për ta avancuar. Ne do të njohim të gjitha atributet e një karte kombëtare, po kjo nuk na pengon që Tirana të ecë më shpejt. Pra me kartën kombëtare mund të provosh që je student dhe merr, le të themi, këtë abonen elektronike. Arsyeja pse po shkojmë në një abone elektronike dhe një biletë elektronike është shumë e thjeshtë, për transparencë. Spari abonet kanë qenë fikse. Kjo do të thotë që një numër i caktuar abonesh, le të themi për 10-20.000 nxënës, po 10.000-20.000 tjerë detyroheshin që në tregëzi krijoi një anomali ku blej aboneja me çmim tjetër ose blej aboneja një kategorie tjetër, ndërkohë që ti je student. E dyta, aboneti jepeshin paradhënie. Pra një kompani merrte abonet paradhënie dhe kishte 5.000 abonet që i shiste vetë dhe praktikisht merrte këtë lloj keshi, sa është një lloj sistemi pagese, një copë letre pagese e emetuar nga financat dhe e merrte ende pa kryer shërbim. Ndërkohë që propozimi ynë është që në momentin që ti ke një kartë qytetit të kësaj kategorie, me impulset e kësaj kategorie, ti mund ta përdorësh në gjitha linjat, këtu çdo linjë ka abonet vetë. Dhe sipas impulseve, pra ku ke klikuar kartën, është pa kontakt, pra bën një bip sa futesh në autobus. Sipas impulseve, sistemi llogarit te cila linjë ke udhëtuar dhe paratë jepen në fund të muajit, sipas shërbimit që është ofruar dhe jo shërbimit që është imagjinuar në fillim të muajit. Pra, e çon transparencën nga niveli zh ku është në një nivel shumë herë më sistematik. Dhe mbi të gjitha besoj që favorizon studentët. Kështu që kjo është arsyeja.
pse ne do të ecim shumë shpejt, në fillim të vitit tjetër do i emetojmë kartat e qytetit, ku karta studentore do të ketë të trajtim të veçantë, jo vetëm për abonet, për transportin, po për kinemat, për muzeumet, për disa nga le të themi vendet turistike që kanë një fi, kanë një sistem pagesë. Dhe besoj që me tu emetuar pastaj karta kombëtare, ne do të njohim të gjitha ato atribute, madje jemi shumë të hapur që karta kombëtare të jetë mjet identifikimi. Për dikë që është student do të blej këtë lloj aboneje. Është masa ime, profesor. Jo, se u trëma me të pashta ekstra largë. Okej, mos i thoni drejtoresh juridike që firmon sa pa i thë. Bëjmë me dorë tani? Pagë të shqipet dorë, e për të shqipet dorë.